Transmetimi i programeve me përmbajtje që nxisin urrëtie dhe pabarazi mund të rezultojë me veprime të dhunshme ose kriminale kundër një individi apo grupeve. Mediat nuk duhet të lejojnë përdorimin e shprehjeve gjyqësore denigruese me qëllim të lëndimit dhe kërcënimit të një individi apo grupi me baza racore, ngjyre, gjinie, gjuhe, feje, mendimi politik, preardhje kombëtare apo shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet apo çfarëdo do statusi tjetër personal. Referimet rreth përkatësisë mbi këto baza mund të bëhen vetëm në rastet kur informacioni është me rëndësi të drejtë për ngjarjen për të cilën raportohet. Mediat nuk duhet të nxisin ose promovojnë qëllimisht ose në mënyrë indirekte cilën do nga format e diskriminimit dhe jo tolerancës. Mediat nuk duhet të transmetojnë programe me përmbajtje që nxisin trazira apo rebelim. Paraqitni shqetësimet tuaja në lidhje me përmbajtjen e programit të caktuar tek Këshilli i Ankesave pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.